Mirëmëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi së bashku tek fati ynë për të vijuar me parashikimet e hartave astrologjike. Në këtë ditë të sotme do kemi mundësinë të diskutojmë së bashku përmes telefonatave në numrin 0422560247 ose duke na shkruar përmes faqes sonë të Instagramit fati ynë RTS. Mjafton të na dërgoni datën e lindjes, orën e saktë të lindjes dhe pyetjen më të rëndësishme për ju, e më pas astrologu ynë i cili ndodhet me mua në studio do t'ju bëj një parashikim të detajuar për të gjitha pyetjet që ju dëshironi të zbuloni. Pra, Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi. Sot kemi një ditë shumë të rëndësishme sepse ndikimi i hënës që është në shtëpinë e vet, në shenjën e Gafores, na jep mundësi dhe kohë për sa përket ndryshimeve dhe gjërave të mira. Çfarë ndodh? Ndodh që në plan të parë kemi pasur probleme me lidhjen tonë, rregullohet. Kemi pasur ndarje, bisedohet dhe gjenet rrugëzidhja. Ta keni parasysh nga Jorgo, çdo problem e ka zgjidhjen brenda. Dita e sotme është mjaft e rëndësishme, mos e lini pas dore nga tani e tutje, ka filluar që është në mëngjes, deri në ora 7:10, por është një kohë shumë e mirë që na jep mundësinë dhe kohën e duhur në ekonomi dhe në stabilizimet të tjera. Pra është diçka shumë pozitive, madje ideale. Të falenderoj Jorgo, do të ndjekim siglen dhe rikthehemi në studio për të vijuar me telefonata dhe mesazhet. Do ta nisim të ditë të sotme, Jorgo, me një mesazh. Në fakt është një djalë të cilit i kemi bërë edhe një parashikim të mëparshëm dhe ai ka dërguar datën e tij. Kemi datën 1/9/74. 1/9/74. Po. Ora e lindjes 17:15 minuta. 19 17:15 minuta. 17:15 minuta. Okay. Dëshiron të di për një çështje ligjore në Itali. Atëherë, jetë shikoj. Ai shkruan që kanë bërë dhe një parashikim të mëparshëm dhe i kanë dalë të gjitha gjërat që ju i keni thënë. Për mua, shkruan ai, jeni gjeni, jeni fantastik, kështu që dëshiron një parashikim tjetër. Çfarë do t'i themi, Jorgo? Atëherë, do t'i themi në lidhje me çështjet ligjore, problematike që ka pasur, duket se këtu jemi, ja ku e kemi këtu, ka indikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv në gjërat që do të bëjnë, me zgjidhje të problematikave që ka të bëjnë tani, nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim, sepse Vigesha dhe ndikimet me Saturnin në Gafore u jep mundësi dhe kohë. Kjo javë dhe ndikimi që ka të bëjnë, sepse lidhet shumë me punën dhe me gjërat të rëndësishme, ligjore, takime, ndryshim pune, i keni të gjitha këto. Por me qëse bëhet fjalë në çështjet e ligjit, është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive dita e nesërme dhe java që vjen. Ndryshime të mëdha që do të keni dhe do ta ndjeni, që ndikimet shumë pozitive, është në fund të këtij muaji, fillimi i muajit maj, deri në datën 14 maj, ku është momenti më i artë, më pozitiv i që ndonjëherë dhe është edhe periudha ku zgjidhen problemet. Por duke pasur parasysh ditën e sotme, shikojeni me personin e ligjit do ta zgjidhni, sepse duket se është koha më ideale dhe më pozitive që ndonjëherë. Të falenderoj, Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Kemi datën 13, i pari 69. 13? 13 i pari. 69. 69, po. Çfarë kërkon? Për punën, dashurinë. Ora e lindjes 15:00, pra 3 e mbasdites. 15:00. 13 i pari, 69. Puna dhe dashuria për këtë datë lindje është djalë. Çfarë do t'i themi? Lindur ditë hëne, me ascendenten Gafore. Imagjinoni në ndikimin më pozitiv, në lidhje me punën, lidhje me ekonominë. Me ekonominë e pak kaluar pak disa vështirësi të vogla, por janë kalimtare, sepse kjo periudhë na mëson shumë gjëra mbi ndryshimet, mbi takimet, mbi mundësitë që jepen, kohën e duhur mbi ndryshimin e madh, por vjen një moment tani, është një moment kyç për sa i përket çështjeve madhore, sepse lidhet me ekonominë, lidhet edhe me një stabilizim ekonomiko-financiar, ku është momenti i duhur mbi zhvillime, ndryshime, kohën e duhur në momentin e duhur, është një moment shumë i mirë. Kjo periudhë, ky 6 mujor i dytë që fillon në korrik dhe
ndikimi më i madh që do të keni, ky harkor deri në korrik keni mundësinë e stabilizimit ekonomiko-financiar dhe gjërave të mëdha që do të keni. Në korrik e tutje janë gjërat shumë herë më mirë nga ç'e mendoni, sepse duke pasur parasysh edhe punën edhe gjërat të mëdha, një lajm shumë i mirë që e merrni nuk e di pas nesër ka diçka shumë të madhe, sepse ndikimi që ka të bëjë me Marsin që jep mundësira dhe kohën, por Mërkuri në ujor do të thotë ndryshime, do të thotë mundësi, ndryshim pune, ndryshim gjëra të mëdha që do të keni i prisni, është ëndër për të qenë realitet nga ndonjëherë që realizohen papritur. Dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv që është i realizueshëm në gjërat që keni pasur. Meqense juve keni një të mirë, që nuk e kanë shumë njerëz, që mund të ndëgjoni çfarë thon dynjaja, por nuk merrni asnjë nga ata dhe shikoni kush është më e mira. Pra, keni kaluar dete, keni kaluar oqeane, keni kaluar lumej, nuk mbyteni në përrua. Kështu që pse të shqetësoni? Absolutisht përkundazi. Të falenderoj, Jorgo. Kalojmë tek një tjetër datëlindje. Kemi datën 31 mars. 31 mars. 31 mars, pa dhe 69. Mars. 69, po. Zonja dëshiron një parashikim të përgjithshëm, përfshirë këtu familjen e saj, çfarëdo që mund t'i thuash përmes hartës së saj astrologjike. Orlindje? Nuk kemi. Ora e lindjes nuk është e shënuar. Atëre, lindur ditën me qenë se shenjës dashit do të thotë mjaft ndikime, ta ndikime pozitive do të thoshë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, kanë të bëjnë dhe me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të merren, jo për arsye të punës ose të gjërave që kanë bëjnë, por për arsye të disa çështjeve shumë madhore, financiare, dhe duke pasur parasysh stabilizimi, sepse ajo është baza në atë çka bëhet, në atë çka doni të realizoni dhe sepse juve respektoni, të tjerët nuk ju respektojnë në atë që juve kërkoni, me të drejtën tuaj, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka juve që jeni të qartë, të saktë në çka bëni. Në ekonomi dhe në stabilizime, unë do të thosha diçka që 6 mujori i dytë është mjaft pozitiv për punën dhe karrierën, për gjërat që doni të bëni dhe momentet që vijnë. Nga ana tjetër, keni një mundësi shumë të mirë sepse duke pasur parasysh Marsin në shqiketar, nuk ju lep kur bosh, por ju jep mundësi dhe ju mëson shtigje të reja nga të kaloni që ta arrini në finish me të drejtën tuaj. Dhe kjo është një moment mjaft i artë dhe shumë pozitiv, sepse është kjo periudhë mjaft e mirë, e duhura mbi gjërat që do të bëni, mbi kohën e duhur dhe momentin e artë. Të falenderoj, Jorgo. Kalojmë tek një tjetër datëlindje, 9/10/71. 9/10/71. 71, po? Interesohet për çështje pronash. Ka një pronë pra për të marrë, por ende nuk e ka marrë. Atëherë. Kur mund të jetë momenti më i mirë, ose kur parashikohen pra që mund të merret kjo pronë? Atëherë, në lidhje me çështje prone, kemi të bëjmë me kjo periudhë, në fakt, është një periudhë që kërkon, rregullon, stabilizon. Meqense kemi të bëjmë me ndikimin e madh që lidhet shumë, sepse këtu kemi të bëjmë me ndikimin e shenjës së peshores, por njerëzit në ditë shtune kanë një mundësi plus, sepse dita e shtunë e dimë është ditë e Saturnit dhe ka të bëjë shumë, është mësuesi i universit që t'jep mundësinë dhe kohën për të biseduar. Por mirë do ishte që ditë mërkure, ditë shtune, 3 ditë të javës është shumë mirë për të biseduar për çështjet e to që keni, të çështje prone, sepse do të zgjidhet ky problem. Unë nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye, sepse koha tregon që juve keni gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj, keni gjithë mundësitë për të zgjidhur çështjet problematike ose gjëra të tjera që do të keni tani e tutje, që është një moment shumë i mirë dhe pozitiv në ato që juve kërkoni dhe dëshironi, por gjithashtu keni shumë gjëra pozitive në ndryshimet e mëdha që vijnë në kohën e duhur, në momentin e duhur. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Gjithashtu, anë ekonomike dhe financat, edhe pse keni pasur një problem vogël në 2024, por kjo është kalimtare, 2025 dhjetori që kanë filluar gjërat të ndryshojnë për të mirë dhe tani tutje janë gjërat shumë herë më mirë dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Meqense ndikimi që ka të bëjë me afërditën në peshore, pra në shenjën tuaj, do thotë ekonomi, do thotë stabilizim, edhe pse do bëni ndryshim vogël në punën tuaj. Të falenderoj, Jorgo. Do të kalojmë kësaj radhe në 2 datëlindje. Kemi 2 motra të cilat të dyja së bashku duan të aplikojnë për vizë turistike në Angli.
Ato thonë që mund t'i hedhin letrat nga muaj maj, por duan të dim pra sa shanse ka për t'i dalë dhe kur mund t'jetë periudha më e mirë për t'i hedhur këto letra. Atëherë po të ndihmoj me datëlindjen e parë, 13 i pari, 2005, ora 7:45 minuta, 7:45 minuta. E mëngjesit pra. Po. Dhe kemi datëlindjen tjetër, 10/4. Atëherë, ja të hapim hartën tjetër. 10/4, Kemi 10/4, po. viti 2000, ora e lindjes 2:10 minuta. Ora është 2:10 minuta. e mëngjesit. Po. 10 minuta, po. Atëherë, duke qenë se Jorgo thot shpesh që mund të ketë planetet jo shpesh herë të kanë këtë pjesën e mos favorizimit, kur është momenti më i mirë për t'i hedhur letrat dhe a ka shanse që t'i dalin? Këtë duan të dinë të dyja motrat. Okej. Ja, kur i hedhin për në Angli? Për në Angli, po. Atëherë. Vizë turistike për të vizituar motrën e saj. Nëse marim këtë të parën për para. Po. 13 janar 2005, ora 7:45. Apo? Po. Jemi të saktë në të dhëna? Po. Kemi bëjmë ditë ejte, ascendente ujor me bricjap. Tani, nëse si kohë, si periudhë, kemi, neve gjithmonë kur kemi hënë 3 dhe hënë plot, bëjmë ndryshime, sepse nuk është mirë natë ti që është hëna, eri ose hënë e plot. Ose kemi ndikime planetare që kemi eklipset, ose kemi retrograd, ose kemi lëvizje hënore boshe. Mundojmë të na shkalojmë. Jo se është problem, por na dikton diçka që thotë, e di që është puna po. Kur them për shembull hëna që 2 ditë gjysmë bën lëvizje nga shenja shenjë, kur është bosh, s'bën asnjë kënd. Do të thotë, ta kuptojmë pak astrologji, ta marrim të mirëqen këtë që ta kuptojnë, domethënë këtu. Jemi tani për shembull, kemi ndikimin e hënës në gafore. Atëherë jemi këtu. Kur jemi në gafore, që do të thotë mënyra dhe mundësia, ja pra, jemi këtu në gafore, kemi hëna që është sot. Dhe nëse hëna është këtu, është në mes të gafores dhe të binjakëve, domethënë në këtë drejtim, atëherë e lëm pak, domethënë 1 ditë, 2 ditë, që jemi të qartë dhe hëna ikën dhe shkon fiks pastaj tek luani. Këtu mund të ndikohen dhe shumë gjëra të ndryshojnë. Nëse juve keni, si mundsi nuk mund ta gjeni për një arsye për tjetër, sepse jo të gjithë e dinë se si funksionon. Atëherë mund të themi po, pas të ditëve të kohës. Për këtë datëlindje, nëse kanë mundësinë, për shembull, brenda këtij muaji, pa u mbaruar muaji, është kohë e përshtatshme. Kemi ndikimin më të mirë, se mund të thasem 24 për shembull deri në fund të muajit. Nuk është koha për arsye pune, për arsye gjëra të natyre. Atëherë kemi 10 maj me 17 maj. Është kohë shumë pozitive. Për të dyja, mund të mos ngatarrohen, domethënë që një për tjetër, se janë të një familje, janë të një geni, nuk problem. Edhe në anën tjetër, vajza 10 prill 2000, por ka një arsye se kësaj mund të dalë më shpejt. 10/4/2002, Jorgon, ndjes? 10/4. 10/4/2002. 2002. Po. Kam 2000, po. 2002. Dhe ora? 2:10 minuta. 2:10, po në kemi, 2:10. Atëherë, kemi lindur ditë mërkure me dash ascendente në bricjap. Kësaj mund të dalë më shpejt. Më shpejt për arsye sepse, jo për arsye moshe, për arsye ku diun. Ndikimet planetare janë më të pozicionuara në këtë ditim. Për ne kemi, mund ta shënojnë këto që themi, sepse ka diçka shumë madhe. Kjo nga tani deri në fillim të majit është mundësia që mund të hedhin, mund ta bëjnë, por ta hedhin të dyja në një kohë, nuk ka problem. Por njëra tjetrën plotëson njëra tjetër, nuk ka diçka që nuk ka realizohet. E përgjithshme është e realizueshme. Kur është e realizueshme, që po
merr kohën e vet, dakor, sepse neve nuk mund të jemi si ai marrin me germa ata, ai marrin rishikojnë që mund marrin muj, 2 muj, 3 muj. Rësi ka që del. Nuk është problem kjo që nuk mund të dali. Dhe është e rëndësishme, ka mundësi dhe mendimi im është që deri në 20 maj duhet t'i hedhin. Për ta marrë të përgjithshme mos ngatarrohemi me se e ke kuptojmë. Por mirë është sepse si data mund ta realizojnë, domethënë, e kuptoj. Se ditë mërkurë është mirë. Është mirë në anën e tjetër ose enjte, mërkurë dhe të enjte. Mëse e keni mërkurën e bëni të mërkurën ose të enjte. Janë 2 ditë që janë shumë të mira. Lidhje me dokumentacione, lidhje me çështje gjyqësore, lidhje me pasuritë pa luajtshme, lidhje me për shembull hapje themelesh ose gjëra bisedime të rëndësisë së veçantë, që kanë një gjatësi në kohë. Kjo nuk është as magjike asgjë, është vetëm ndikimi dhe konsolidimi i gjërave të mëdha që neve duam të bëjmë. I bëjmë në ditë të caktuara. Nuk i bëjmë as hënë, as premte, as shtunë, as diel. Por mërkura dhe njëtja janë shumë ditë mira, nëse duam të nisim diçka që të ketë gjatësi në kohë, që bëjmë diçka, një bisedë që të ketë vend, e bisedë që bëhet. Jo mund të bisedosh gjithë ditën dhe mos gjesh asgjë në fund. Por këto janë 2 ditë shumë mira që të ndihmojnë në këtë drejtim. Të falenderoj Jorgo, pra ruani datën nga data 10 deri në datën 20 dhe e mërkura dhe njëtja ditët më të mira për të kryer aplikimin. Mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Si? Me kë flasim dhe nga na telefononi? Tu telefonoj nga Suedia. Kënaqësi e dashur. Dashta me pyet për fatin e vajzës time. Patjetër. Për me kriju familje, se është ende përmartuar, e po du me dita ka fat, apo jo, me kriju familje. Me datën 20/10/1982, ora 9:30 mëngjesit. Atëherë 20 tetor 82. Po. Ora 9:30 e mëngjesit. Po. Fati i vajzës, kur mund të krijoj familje, pra? Kur mund të jetë në një njohje, në një lidhje, apo? Qashtu. Apo është në një njohje dhe dëshiron të... Jo, nuk është. Nuk është në një njohje. Në rregull. Dhe ka lidhur ditë mërkure? Për bes nuk di kom a mërkura, apo e dile nuk jo... Mos u shqetësohet, dashur. Okej. Jorgo, të duhet ndonjë edhe tjetër? Jo, në rregull jemi. Të falenderojmë dashur, ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit, ju urojmë një ditë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. 20/10/82. Ora 9:30 e mëngjesit, dëshiron të di në lidhje me fatin e vajzës. Pra, kur mund të njihet me dikë dhe të krijoj familje. Atë, kjo datëlindje, prandaj e pyeta për saktësi, sepse këto të dhëna japin ditë mërkure. Shenja e peshores dhe ascendentën shigjetare. Çfarë ndodh në këtë aspekt? Ka një të drejtë të madhe, 1982. Po. Në rregull. Ka një drejtësi të madhe, sepse nga njëherë drejtësi nuk ka lumaj që e ka. Në disa raste, bëhemi pesimist në shumë të raste. Kur neve nisim i diçka, nisim me qefe, nisim me vullnetin tonë, por diçka nuk shkon. Çfarë bëhet në këtë rast? Në raste konkret. Nuk është se nuk do ose nuk do të krijoj familje, kush nuk do donte. Kësaj kur themi nga njëherë kush nuk do të krijoj familje, nuk do qorri sy, është fjala popullore, por unë do të thosha diçka tjetër që në këtë rast kemi 2 raste shumë të rëndësishme. Vini re, kësaj që them dhe do më kujtoni. Nëse meqense se kemi të bëjmë ascendentën shigjetar, hënën në shigjetar, Neptunin dhe Uranin në shigjetar, gjithashtu dhe Marsi, janë disa ndikime, indicje për nisma të reja. Është koha pikërisht tani. Po të shikojmë me hollësi këto gjëra që unë them, shikoj se çfarë ndodh. Kemi 1, 2, 3, 4 ndikime shumë të mëdha dhe ascendentën shigjetar. Marrim pikë referencë këta. Nuk marrim pikë referencë dakord për gjithçka që ndodh, për shembull, në lidhje me sjellorin, kemi ndikimin që me sjellori, po ta shikoni, është në gradën e parë, pra tek Akripi, tek ndikimi tek Virgjëresha. Ndikimi që ka të bëjë tani, kemi Mërkurin në peshore dhe shenjës së peshores. Ndikimi, por ama koha
që është në Akrep Jupiteri, nuk lë kohë për gjëra të tjera. Çfarë duhet bëni? Në rastin konkret, kemi në shqiptar këto ndihmojnë jashtë mase për gjithmonë ndryshimet. Koha më e përshtatshme gjithmonë për lidhje serioze që shkon në martesë dhe nuk ka shkputje kurrë, është vjeshta e prapme dhe deri në pranverë. Pra i bie vjeshta e prapme që është fundit tetorit, në fillimi nëntorit, deri në ndikimin e pranverës në mars. Është harku kohor më pozitivi, më ideal i që ndonjëherë. Meqense kjo është një periudhë shumë e mirë. Lidhjet pastaj që ndodhin ose njohjet që bëhen nuk kanë jetësi në kohë ose gabimi rastësisht gabojnë, domethënë edhe kjo është diçka që nuk shkon në atë që kërkohet, por megjithatë mos mu shqetësoni se shumë gjëra janë në vërtetësinë të brendshme të kësaj datëlindje dhe i them kësaj datëlindje që do të ketë kujdes në gjërat që nis. Nuk duhet që të tregoj për gjëra ekspozimi. Ekspozimi është problem shumë i madh dhe nuk i ecën në këto gjëra sepse peshorët janë shenja ajri, janë shenja që ndikojnë dhe nuk realizohet ajo që bëhet. Por gjithsesi, ky vit mos ta ngatarrojmë, domethënë mos i bijem nga larg që të shkojmë në atë që duam, por është diçka kjo periudhë jashmëri e dytë është shumë pozitiv, madje është ideal për stabilizuar, kurorzuar një lidhje, një jetë për të kaluar të ardhmen e sigurt. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, me kë flasim dhe nga na telefononi? Frida nga Tirana. Kënaqësi e dashur, po. Unë mora dhe dje, po më pa mundësi se me i tu interneti, mund ta përsëris pra për djalin për vajzën në datënje, më falë, zotit Jorgo? Po, pa tjetër, më thuaj. Shumë faleminderit. Atëherë djali është 21 korik, në së gjashtës, ora 3 mëngjesit, 1 minutë në mëngjes. Po. Do të di për shëndetin edhe ambientin, si thash, për punën e shumë i stresuar. Kurse vajza është 19 nëntor 2000, ka në lindur në orën 6 e 1 minutë mazite. Ditën e dielën, besojmë, të dy. Për vajzën, dua shëndetin edhe do të realizoj të ëndra se do të blej një shtëpi. Patjetër. Shumë faleminderit, më falë është 100 herë. Më falë. Mos u shqetësoni, ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit, ju urojmë një ditë të mbarë. Atëherë. Djali ishte një korik? 21 korik, 96. Ora 3 e 1 minutë e mëngjesit. Po. Për shëndetin dhe për punën. Ishte pra në një ambient pune stresues dhe dëshiron të di në lidhje me këtë. Ndërkohë sa Jorgo gjeneron hartën astrologjike, unë ju rikujtoj, për këdo që nuk ka mundësi për të ndjekur parashikimin përmes ekranit në momentin kur ne parashikojmë atë live, mund të futet në YouTube dhe ta shikoj aty, sepse çdo publikim dhe çdo puntat e jona publikohet atje, kështu që mund ta ndiqni edhe atje për lehtësi për të parë parashikimin tuaj. Jorgo, jemi gati? Po, atëherë, lindur diele, për diskutojmë, dhe është ajo që unë them gjithmonë pra, në saktësinë, se më pëlqen saktësia, në dokumentacione, në gjëra që bëhet, pra, ka lindur diele, dhe në lidhje me punën, ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë me punën, është mundësia më e mirë e mundshmja. Mos mu shqetësoni fare në lidhje me, sepse probleme kanë të tjerët, jo djali vetë. Bëj atë që ditë bëj më mirë, sepse do ndryshojnë punën dhe ka mundësinë shumë shpejt do arrihet, ajo që ka kërkojnë, shumë shpejt do arrihet që të gjej vendin që i takon. Është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme në lidhje me këtë që do, është ndryshimi më i madh, sepse duke pasur parasysh ndikimin dhe vërtet mjaft që është problematike ose gjëra që ka pasur djali nuk i pëlqejnë mënyra se si vijnë gjërat, por unë do të thosha që tani është koha dhe momenti. Kur jemi në kufi me Gafore Luan, sepse është në gradën e parë të shenjës së Gafores, gjërat i bën mirë dhe ecën përpara, por është i sigurt për atë që bën. Dhe kështu që është diçka shumë pozitive, është diçka shumë e artë për një të ardhme të artë të djalit, dhe kjo do të thotë që në shtator do shikoni ndryshime shumë të mëdha, sepse vjen momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me punën. Por le të qëndroj aty se ai është një mësim, do ketë shumë gjëra në jetë dhe duhet të përballet qysh tani për kohën, për gjërat, për ndryshime që do të ketë dhe do jetë shumë pozitiv nesër. Vështirësi janë sot, por do jetë shumë i lumtur dhe i lirë nesër. Do jetë
vetvetja do jetë ajo që ka kërkon, sepse nuk do qëndroj gjithmonë në një punë, por do ketë ndryshim pune vetë, do bëj punë të tijan, dhe atëherë do më kujtoni, do shikoni edhe vetë, por nuk ka vend për të shqetësuar. Pra anë të tjera nuk është ajo psikologjia e momentit, por jo e kohës. Këtë ta garanton Jorgo 1.000.000%. Kalojmë tek datëlindja tjetër. Vajza. Po, 19 nëntor viti 2000. Ora ishte? Ora e lindjes 18:01 minutë. Kur thot 18 minutë ishte kënaqësi më vete, domethënë, sepse ta thot. Ditë diel, përshëndetin dhe dëshiron të blej një shtëpi të re. Sa janë shanset për këtë? Ja ku jemi. Kemi, pra kur na e thekson, dhe unë kur pyes për siguri më tepër dhe dua të sigurohem. Pra kemi, ja ku jemi këtu, e ka lindur ditën e diel pra. Dhe çfarë ndodh tani? Bëhet fjalë për pasuri të palujshme. Pasuri në shtëpi. Çfarë ndodh këtu? Marrim pikë referencë në lidhje me shtëpinë, sepse ka të bëjë shumë kur kemi gjëra të tilla, sepse është shumë ndikuese, ka të bëjnë me akrepin, akrepët gjithë edhe Mërkuri, e komunikueshme, është shanse edhe shumë. Merr nga babai, merr nga mamaja kjo vajza, dhe thot zemërgjërsia, forca, identiteti, mënyra se si gjërat do t'i bëjnë. Atëherë kemi të bëjmë. Kjo periudhë ata kanë menduar në fakt mendimet për marrjen e shtëpisë ka qenë vjet në muajin nëntor, për nuk është realizuar për arsye të një çështje ekonomike, për diçka të vogla që nuk kanë rënë ujdi me atë që do donin, por ky vit është më së sigurt për shumë arsye, sepse kemi të bëjmë me ndikimin e Plutonit në shigjetar. Plutoni është pasuri e palujshme, është ajo që ka ndihmon në momentin e dur, por mos harrojmë sepse Jupiteri në fund të korrikut do shkojë tek Luani dhe kjo në shenjë zjarri, dhe kjo e ndikon jashtëmase nga korriku deri në nëntor është harku kohor më perfekt për sa përket zgjidhjes dhe gjërave ato afër ndikimeve të mëdha afër datëlindjes, dhe do themi që është momenti dhe mundësia më e mirë. Me pak fjalë, nëse të flasim për shembull se sa ishte mundësia, sa përqind mund ta marrim, 100% për sa përket mundësisë se ka mundësinë e kreditimit, ka mundësinë e zgjidhjes së këtij problemi, por do gjenet edhe vendi, sepse nga ndonjëherë vërtet e ke paran, por nuk të pëlqen mënyra ose avra i themi ne, ose ajo energjia që ka diçka, nuk të pëlqen, nuk do të thotë që nuk ban. Atë çfarë mund të bëjmë në rastin konkret? Gjenet ka shumë mënyra, ka shumë mundësira, sepse shikoj zoti ke mundësi në zgjidhje. Mundësitë janë të mëdha, vendimet janë të ndryshme në kohën e dur, dhe është një moment shumë pozitiv ky vit. Viti më i lumtur, do të thosha kësaj datëlindje, sepse i ka të gjitha të kudo, por ndikimi më i madh dhe koha më perfekte që duket është maj e tutje, do keni të gëzim familje, diçka e mirë që mund të ndodhë kjo datëlindje. Të falenderoj Jorgo, kalojmë tek një telefonat, e mirëpresim atë në studio. Alo, mirëmëngjes. Mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Në Tirana. Kënaqësi e dashur. Po. Desha për fëmijët. Pra shikim, ja do të Jorgo. Patjetër. Të them ditën e lindjes dhe orën. Po, ju lutem. 26 qershor, 82-shit është goca e madhja. Dhe ka beqare dhe duha të di si të vej. Dhe nuk e kam të në fakt. Dhe kam binjakët pastaj në 16 i 7, 16 korrik i 85-ës, një djalë dhe një vajzë. Dhe pra ato do doja dhja si do shkoj. Djali është martuar ka 2 fëmijë, goca është me një fëmijë, po do të ndash për tani, si do i vej fati. Or lindje kemi për fëmijët e tu? Ora, po, vajza e madhe në 2,3 pasade, nuk e kam shumë sërë, 2,3 dhe i 3, dhe më thënë. Kurse këta binjakë 11,5 për 12, pra fësisht. Dhe kjo është, se s'kisha orë në dorë, po ajo është 12 pasade, më dhe pajqek binjakë dhe 3 pajqek vajza madhe. Të ditës, pra, për të dy? Ditë, të ditës. Kjo ndarja që ishte? Atër, vajza e madhe është e pamartuar, dëshiron të di për fatin e saj. Kemi binjak që është një djalë dhe një vajzë, djali është i martuar me 4 fëmijë, ndërsa vajza ka një fëmijë dhe e divorcuar. Për këtë, kërkon, okej. Goca është e martuar me ndarë për një fëmijë. Të kanë, orën e kanë 1,5. Mos banë në vitin e divorcimit? Ku është divorcu? Jorgo pyet, mos e mbani mend vitin e divorcimit, pra kur është divorcuar? Nuk e ndarë kështu me letër akoma, po kanë 6 vjetë po, që është larguar vajza nga
kam kontakt, zover takohen, vajtë të 6 të vite. vetë dhe ajo, por nuk jam bashkë dhe të. Në rregull e dashur, ne po shikojmë ecurim për secilën prej fëmijëve. Ndiqni parashikimin përmes ekranit, ju urojmë një ditë të mbarë. Qa kanali është aty të më riku tani? Tek RTS2. RTS2. Faleminderit e dashur, ju urojmë një ditë të mbarë. Atëherë fillojmë me vajzën e madhe, 26 qershor, 82. 82, se këtu e Ora- fillin unë prit. Se shkoj sepse do të jej 82 që ora ishte? 2:30 ose 3. E mëngjes. Pra 14:30 Ah, 15. ose 15. 15, edhe në 15 jemi brenda. Vajza e madhe nuk është në një lidhje dhe dëshiron të di pra se si do t'jetë ecuria e fatit të saj, do krijojë një kjo është njohje, divorcuar. Jo, kjo është vajza e parë e cila nuk ka asnjë lidhje deri më tani, do të ketë një lidhje të mundshme pra? Si duket fati i saj? Okej, isi kja qershor 1982, ora 15. Kjo do thot lindur ditë shtune 12:25, 12:27. Atëherë, me qese gafore, me ascendente në akrep, ndikimin e shenjave të ujit, do të thotë që kjo periudhë, tani, çfarë ka ndodhur më përpara i përket shkuarës, çfarë po ndodh tani është e tashmja dhe fillimi i së ardhmes. Në rasti konkret, ndikimet që janë shumë pozitive tani e tutje, nuk ka vend për të shqetësuar sepse prisin diçka të mirë, diçka shumë pozitive, dhe kjo ndodh gjërat e brendshme, ngelen të brendshme dhe nuk dalin jashtë mureve ose jashtë kuadratit të përcaktuar për ata që do të bëjnë. Nuk e diskutoj fare, nuk e vë ndryshim, sepse deri në muajin shtator gjërat janë shumë herë më mirë akoma, sepse kemi të bëjmë me disa ndryshime planetare, ndikime planetare që e kanë të bëjnë shumë në çështjet familjare, në lidhje me gjërat që kanë bëjnë, sepse kush është baza e një lidhjeje që kanë ndikime shumë mira, kur kemi disa trekëndshë që bëhet ndikimin e hënës që është familja, po hëna është në një shenjë mjaft pozitive, në një shenjë toke, që do thotë në virgjëresh, ku do jetë mundësia dhe momenti në shtator, pra siç tham, sepse virgjëresha i përket shtatorit dhe ka të bëjnë shumë gjëra të mëdha dhe do shikoni dhe vetë që gjërat do të vinë në atë far drejtimi ku janë mundësitë. Gaforet u bëhen gjërat me vështirësi, bëjnë derë gjengjeder, por në krahun tjetër ka një mundësi shumë mirë tani, edhe pse mirë do ishte ky 3 mujor të niset një diçka, edhe nëse është në një njohje që nuk ka arritur akoma në fillimet e veta, edhe kafja së shpirë akoma, por ndikimet që kanë bënë, mundësi që jepen tani e tutje, nga data 27 të hënës ditën që vjen me ndikimin e madh që do të kemi në atë kohë të hënën, është ndikimi i Uranit që shkon në një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese në komunikimin, që do të thotë tek binjakët, do të ngelet gati 7 vite në atë shenjë, ku do të jetë shumë ndryshime të mëdha dhe kjo përcakton ndikimin më të madh. Gaforet e kanë një farë mundësie dhe shansi në anën tjetër, sepse duke pasur parasysh në fund të korrikut që ndikimi i Jupiterit që është akoma në këtë shenjë shkon në Luan, ku jep mundësinë dhe kohën e duhur për stabilizuar. Pra i bie dhe në ndikimin në shtator e tutje, gjërat do jenë krejt ndryshe, mos më shqetësoni fare sepse gjërat janë pozitive dhe jo negative për këtë shenjë. Do të kalojmë tek datëlindja tjetër, 16 i 7-it 85. Atë 16 i 7-it 85. 85. Po. Po. Janë binjak, kemi një djalë dhe një vajzë. Ora e lindjes 11:30 ose 12. Po, e të sot? Në këtë rast, marrim vajzën njerë, vajza e cila është divorcuar, jo me letra, por kanë 6 vite që janë ndarë me njëri tjetrin. Po, dhe ka një fëmijë. Si do t'jetë ecuria e jetës së saj? Pra, gjithçka që mund t'i thuash në lidhje me ecurinë e jetës së saj. 85. Po. Ora 12. Ka një fëmijë e divorcuar jo në mënyrë zyrtare, pra jo me dokumentacion, por 6 vite që jetojnë pa njëri tjetrin. Si do t'jetë ecuria e jetës së saj? Atëherë, në lidhje me këtë, me kësaj lindur ditë martë ditën e marsit, nëse flasim në një farë mënyre, dakor, çdo gjë, njerëzimi dhe gabojmë, por duhet të kuptojmë dhe nga gabimet. Në rastin konkret, unë do thosha që jeta do vazhdoj, e ka për të vazhduar akoma më mirë, sepse ky vit është viti i bashkimit, e kemi thënë të madhe.
lumë ata që do të kuptojnë vlerën e njeriut që ka në krah ose njeriun e tyre, dhe mirë ata që nuk e din vlerën dhe largohen, spostohen disi dhe është problemi i vetmuar dhe atëherë është më e madh problemi. Në rastin konkret, kësia datëlindje duket se është gjithmonë gaforet u bën gjërat sistemi në gjuhë popullore kanë qimen e derrit, që është një diçka shumë pozitive në atë që kërkojnë me këmbgulje, me të drejtë, po secili njeri ka të drejtën e vet, ka lirinë e vet për të i arritur qëllimit në atë që ka bën. Është e lirë në mendime, është e lirë në veprime që do të bëj. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje në gjërat që do të bëj dhe në kohën. Po, do stabilizohet në fillim në tetor, tani në këtë vit edhe deri në janar të 2000, mund të keni një gëzim shumë të madh në këtë familje, sepse është momenti dhe koha më e mirë e mundshme, se nuk e diskutoj me ascendente në shenjë ajri në peshore, por në anën tjetër kemi ndikimin nga kafores dhe shumë gjëra të tjera ndikojnë në jetën e vet. Edhe pse pas ka kaluar shumë kalvare, shumë probleme, por janë probleme të zgjidhshme dhe kam mësuar nga këto gjëra, por nuk të ishte kaq e madhe të bëheshe, për sa i përket asaj çështje që për fat keq ndodhin, por ka dhe vend për ndryshime dhe ndikime. Dhe datëlindja po e njëjtë dhe në fakt është e çuditshme se si përmes të njëjtës hartë astrologjike dhe përmes të njëjtave të dhëna mund të parashikojmë dhe për djalin i cili është i martuar dhe ka 4 fëmijë. Si do të jetë ecuria e jetës së tij? Çfarë do të themi? Është hera e parë që realizojmë parashikim me të njëjtën hartë astrologjike. Po, të njëjtë, mirë po. Kur themi nga njerë që lindin në një kohë, njëri është milioner dhe tjetër është në punës, është me punë, është kjo pikërisht. Tani, lidhje me djalin. Djalit do të janë disa gjëra sekondare, sepse mënyra dhe mundësia në lidhje me jetën është diçka shumë pozitive dhe periudha që ndodhin gjërat dhe koha është koherent me atë që ka ndodhur. Gjinisë mashkullore dhe të djalit, që do të thotë mundësia, do të thotë koha dhe rregulli i ndryshimit të madh që vjen drejt jetës. Në shenjën e binjakëve që ndodhet që të jetë ndikimi i afërditës, që është komunikimi dhe baza, por në anën ekonomike do shikoni një ndryshim shumë të madh që vjen tek juve dhe është një moment shumë pozitiv në anën tjetër dhe është kjo kohë mjaft ndikuese dhe rrezatuese për jetën. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse është momenti dhe periudha shumë e mirë dhe tepër pozitive. Prandaj mos u shqetësoni fare në nëntor, dhjetor dhe janarin e 2027-s, diçka tjetër do bëj, diçka tjetër do realizoj në anën ekonomike me paratë. Të falenderoj Jorgo për të gjitha parashikimet, ne jemi drejt fundit, ju falenderoj të gjithu që jeni bërë pjesë e bisedës sonë përmes telefonatave dhe mesazheve gjithashtu, është gjithmonë shumë kënaqësi të jemi së bashku në këtë orë të mëngjesit dhe bashkë do të ritakojmë sërish nesër në orën 9:15 minuta. Deri atëherë uroj të kaloni sa më mirë. Gjithë të mira. Jorgo? Dhe nga unë uroj më të mirën e mundshme, dita e sotme është ditë e rëndësishme për shumë gjëra dhe shumë ndryshime. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse kjo ditë pikërisht është e ardhmja, sepse java, ndryshime, ndikimi të kenë në ditën e vazhdim, do të shikoni, do më kujtojnë se kemi shumë gjëra për të thënë dhe shumë gjëra që do marrim nga jeta dhe nga ndikimet pozitive që vijnë. Mirupafshim nesër me parashikimet e vazhdim.